Problemi me qendrën Dacak vazhdon t'i kushtojë shtrenjtë komunës së Kërçovës. Sipas të dhënave zyrtare që komuna e Kërçovës i ka dorëzuar televizionit Tuskana si përgjigje ndaj kërkesës për qasje në informata me karakter publik gjatë periudhës 31 maj 2025 deri më 31 maj 2026, gjithsej 223 persona kanë kërkuar kompenzim dëmi për shkak të sulmeve nga qendrën Dacak. Nga numri i përgjithshëm i kërkesave, 128 raste janë realizuar përmes procedurës përmbarimore, 61 raste në bazë të aktgjykimeve gjyqësore, ndërsa 34 raste janë zgjidhur me marrëveshje. Për kompenzimin e dëmeve ndaj qytetarëve, komuna e Kërçovës ka paguar gjithsej 14.632.502 denar, ose rreth 238.000 euro. Prej tyre 10.873.513 denar, apo rreth 177.000 euro, janë paguar në procedura përmbarimore. 2.718.989 denar, apo rreth 24.000 euro në bazë të aktgjykimeve gjyqësore, ndërsa 1.020.000 denar, rreth 17.000 euro përmes marrëveshjeve. Përveç kompenzimeve për qytetarët, komuna ka paguar edhe 2.739.493 denar për shpenzimet e avokatëve që kanë përfaqësuar personat e sulmuar, i bie rreth 44.500 euro. Nga kjo shumë, 578.857 denar, rreth 9.400 euro janë paguar në procedura përmbarimore, ndërsa 2.160.636 denar, rreth 35.000 euro në bazë të aktgjykimeve gjyqësore. Këto të dhëna tregojnë se problemi i qendrës Dacak vazhdon të mbetet një barë e rënë financiare për buxhetin e komunës së Kërçovës, ndërsa qytetarët vazhdojnë të përballen me rrezikun nga sulmet e qendrës. Lidhur me masat për zgjidhjen e këtij problemi, komuna e Kërçovës në përgjigjen për televizionin Tuskana thekson se deri më tani janë ndërmarrë aktivitete për kapjen e qendrës Dacak, trajtimin profesional dhe kujdesin e tyre në përputhje me rregulloret ligjore. Po ashtu, komuna njofton se gjatë këtij viti planifikohet ndërtimi i një strehimorie për qendrën Dacak, ndërsa procedura për realizimin e këtij projekti është në zhvillim. Sipas komunës, me ndërtimin e strehimores pritet të krijohen kushte për një qasje më humane dhe sistematike në zgjidhjen e problemit me qendrën Dacak.